Deri më sot kam përdorur si justifikim faktin që e pandehura Belinda Balluku ka kërkuar 3 javë kohë për të lexuar materialet. Ndërkohë që ju e dëgjuat, një pjesë për jush ishte edhe pjesë e konferencës fundvitit të kryeministrit, i cili deklaroi se e pandehura vetë dhe avokati i saj s'kan ndenjuar as tërheqin materialet në kuvend. Pra koha e kërkuar në kuvend 3 javë për të shqyrtuar provat e sjella nga prokuroria ishte alibia për t'u fshehur drejtësisë dhe jo një kohë e nevojshme për të përgatitur mbrojtjen përpara Këshillit Mandateve. Besoj e kujtoni deklaratën e kryeministrit, i cili pasi filloi të tregonte, dhe për këtë do duhet jap shpjegim kryetari i kuvendit se si kishte dieni kryeministri se çfarë përmban materiali sekret hetimor i sjell nga prokuroria. Gjithë shqiptarët ishin dëshmitarë që kryeministri filloi të tregonte se çfarë kishte materiali, sigurisht gënjeu sepse nuk mund thoshtat që aty kishte mesazhe për të, që aty ka mesazhe që implikojnë Edi Ramën në afera korruptive. Po foli për dokumenta procedurave që janë vetëm një volum nga 12 volumet dhe 80 provat që ka sjell prokuroria në materialin që është shpërndar deputetëve dhe ku secili prej nesh me përgjegjësi plot e ka tërhequr duke nënshkruar deklaratën e prokurorisë për të ruajtur sekretin hetimor. Por nga njëra anë thoshte një pjesë çfarë kishte USB-ja e sjell nga prokuroria, dhe nga ana tjetër thoshte asnjëri prej nesh nuk i ka tërhequr materialet, madje nuk i ka tërhequr tha as vetë pandehura që kërkoi 3 javë kohë për të shqyrtuar materialet. Edhe afati 3 javë që donin t'i jepnin Belinda Ballukut kohë që të hante në shtëpinë e saj vitin e ri dhe jo në burgun e kioskës, skadoi. Pra ky kushti procedural që ka firmosur këtu në këtë shkresë Niko Peleshi është përmbushur. Prandaj kryetari i kuvendit duhet shpjegoj pse nuk thret mbledhjen e Këshillit për mandatet për të vijuar shqyrtimin e një kërkese të ngutshme të prokurorisë dhe për të autorizuar dhënien e lejes prokurorisë për të arrestuar apo të marrë çdo masë tjetër që do ta çmojë të nevojshme ndaj pandehurës Belinda Balluku. Dua të sqaroj